Ditën e sotme mbahet mbledhja e Këshillit të Imunitetit për rastin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe pse kryeministri Edi Rama deklaroi pas vendimit të kushtetueses se nuk ka urgjencë për trajtimin e kërkesës së SPAK pasi Balluku është tashmë e pezulluar dhe mund të jetohet lehtësisht, socialistët ndryshuan kurs. Ndërkaq fillimisht ata ishin shprehur se do të prisnin zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe votimin e tij në fletoren zyrtore. Ndërkaq kushtetuesja ka thënë se po punon për të zbardhur vendimin para fatit 30 ditor. Pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme kam të ftuar zotin Erdian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, atëherë siç e thash, sot Këshilli i Imunitetit mblidhet në një klim presioni të brendshëm por edhe ndërkombëtar, ndërsa SPA kërkon të avancojë me masa ndaj një prej figurave më të rëndësishme të qeverisë. Mendoni se po shohim tashmë një përplasje reale mes pushtetit dhe drejtësisë, apo është ndoshta një menaxhim i kontrolluar i krizës dhe mendoni se vendimi 4-4 pra i gjykatës kushtetueses, i cili la në fuqi pezullimin duke i dhënë kështu edhe një goditje të papritur mazhorancës, a mund të jetë ky një sinjal se sistemi i drejtësisë tashmë nuk po funksionon më sipas pritshmërive të politikës? Po, nderuar, mund thuhet edhe ashtu. Në fakt, vendimi i gjykatës kushtetuese kur nuk u arrit një shumicë për të përcaktuar në mënyrë të qartë vullnetin e kësaj gjykate, pavarësisht faktit se nga ana procedurale u arrit vendimi, ai që tha që i hapi rrugë kërkesës SPAK-ut që të drejtohet Këshillit Mandateve dhe Komisionit Mandate për shqyrtimin e kërkesës tyre, që tregon një farë mënyrë që institucionet e drejtësisë funksionojnë dhe janë larg atyre ndikimeve, po themi, politike dhe si e tillë kanë gjallë dhe është bërë pjesë edhe ashpërsimit të klimës politike dhe debatit publik, po dhe politik midis mazhorancës dhe opozitës, po ashtu dhe ka qenë edhe në fokusin e reagimit edhe faktorit ndërkombëtar. Kemi parasysh reagimit që ka pas në faktorin ndërkombëtar BE-ja po dhe SBA-ja, ku ka lidhë po themi problemin e drejtësisë, reformës së saj, pikërisht me agjendën e procesit të integruesës, si e tillë ka bërë apel që të ruhet pavarësia e këtij sistemi përkundër ndikimeve të mundshme nga ana e politikës dhe përballë këtij presioni, po themi, edhe faktorin ndërkombëtar, po edhe të brendshëm përmes protestave që ka shfaqë në opozita, po dhe debatit parlamentar, cilin e ka bërë si kazën kryesore, luftën kundër korrupsionit dhe pikërisht edhe adresimin e lidhur me rastin fjalë për akuzat e ngritura, për dyshimet lidhur me shkeljen e barazisë në tendra për 2 nga rastet, ku sot është edhe kjo mbledhja e Këshillit Mandateve referuar kërkesës e organit të akuzës për atë të dhënien autorizimit për sa i përket zonës Balluku, debati i cili vendimi i cili mund të jetë i ndryshëm. Janë disa skenarë se si mund të shkojë kjo vendimarrje e Këshillit Mandateve, po ajo mbi bazën e analizës fakteve shqyrton kërkesën dhe merr vendimet përkatëse për t'ia përcjellë për miratim për parlamentin. Thjesht vetëm jep rekomandime Këshillit Mandateve dhe aty varet vendimarrja do varet nga vullneti i mazhorancës, i cili ka numrat në kemi parasysh dhe vihet në balancë një presion i brendshëm përmes të cilit janë betejë politike që bën në opozita në parlament, po shoqëruar kjo edhe me protestat e cila e ka që nuk do kenë të sosur, në radikale në kuptimin e asaj, po flasim me gjuhën e përdorur si një kryengritje paqësore, po nga ana tjetër edhe mesazhet e presionit faktorit ndërkombëtar, i cili i ka kërkuar dhe i ka lidhur pikërisht këtë vendimarrje me agjendën e procesit integrues. Dhe varësisht nga fakti se si do të menaxhohet, mund të jetë diçka e mesme në kuptimin e saj që Partia Socialiste dhe qeverisja edhe kemi një tërheqje përballë refuzimit kategorik parë, si nuk mund të merret një mas vendimi nga një organ tjetër përkundër një pushteti kushtetues për pezullimin e ministrave, kryeministit apo e gjithë strukturat të cilët janë paraparësi të tilla në kuptimin e ligjit. Dhe për këtë edhe qeverisja ka ndërmarrë edhe në aspektin taktik një iniciativë për ndryshimin e kodit procedurës penale, pikërisht për kufizimin e kësaj të drejte ndaj organit të akuzës për
për të hequr, për të kufizuar, për të pezulluar dhe mandatet e të emëruarve, me mandatet e kushtetuese. Donë është mandatet dhe imunitetet gjithë e dim që çfarë janë një mbrojtje juridike që i bëhet një titullarit më të lartë të qeverisjes, në rastin konkret ministrit, përkundër një akuze që mund të ngrihet dhe këtu ka çaste të ndryshme. Ajo qeverisjes që është që duhet provohet fajësia pavarësisht faktit çfarë statusi ka personin e tim, pra aq kosa që nuk është provuar mund të gjykohet në gjendje të lirë, por që nga ana tjetër për shkak të faktit që është bërë pjesë e debatit madh publik dhe politik, qofshë edhe ka gjetë jehon edhe në faktorin ndërkombëtar, mediat ndërkombëtare, po sikundër reagimin për fatësitë e Bashkimit Evropian, po dhe sipas kanë bërë, mendoj që do të jetë një në këndvështrimin e Partisë Socialiste dhe qeverisjes do të jetë diçka e mesme, që mund ta lejojë Këshilli e Mandatit që ta ashtu dhe siç po ndodh, siç po shohim gjërat. Kjo po trajtohet, por vendimarrja do të jetë një vendimarrje që do lidhet me vullnetin e qeverisjes, sepse ai do e shohë në shumë aspekte vendimin e saj lidhje me miratimin e rekomandimit të Këshillit të Mandatit për heqjen apo jo të mandatit të Zoes Ballukës, sepse lidhet te imazhi, është një çështje e konklavitur, një çështje politike, një çështje po themi që ka ndikime shumë madhe në kredencialet e qeverisjes në raport me angazhimet e saj për reformën zgjedhore, po edhe për bashkëpunimin me faktorët ndërkombëtar, qoftë raportet me BE-n për procesin e integrimit, po ashtu edhe me MSHBA-n. Ndërkaq, zoti Lezi, Komisioni Evropian ka kërkuar qartësisht që kërkesa e SPAK të trajtohet pra pa vonesa në rastin e zonjës Balluku. Mendoni sa ndikim real ka i gjithë ky presion i Brukselit në vendimarrjen e mazhorancës? Nderuar, ndikimi u pa faktikisht, sepse edhe Partia Socialiste dhe qeverisja ndryshoi strategjinë apo taktikën e vet në lidhje me ata të cilët kërkuan kryeterës, ku u shfaq refuzuese dhe nuk pranoi pezullimin e Zoes Balluku, po më vonë falë dhe presionet u pranu, por që don një pranim de facto, jo në kuptimin e juar, dhe ndryshimi i qasjes së qeverisjes ku e lejoi edhe shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut pranë komisionit të mandateve, sepse në fillim tha që tu dezarohet koncepti i procesit rregulltigjor në aspektin e trajtimit në gjykatën kushtetuese, e cila u shoqërua me një vendimarrje që pranoi kërkesën e SPAK-ut dhe në farë mënyrë edhe legjitimoi atë për pezullimin po themi mandatit saj qeverisjes. Këtu kemi një heqje dhe më pas do të vend balans pikërisht do interesat e saj në kuptimin e kredencialeve, në kuptimin e sfida me cilën përballet apo angazhimeve që ka me fakt ndaj dytërimit për procesin integrues, po sikundër dhe rekomandimeve apo mesazhet që përcjell faktorin edhe SHBA-ja, po ashtu edhe BE-ja, dhe mendoj që kjo është pjesë do të jetë në strategjinë e qeverisjes se si do ta menaxhojë atë, por efektet e presionit janë ndjera, kur ke parasysh që edhe presioni i brendshëm që bëhet në luftën parlamentare të opozitës me debatin që ka shoqëruar, po ashtu me sensibilitetin publik qoftë vendas po edhe të ndërkombëtar, jehone e këtyre protestave, të cilët në agjendën kryesore të tyre ka pas pikërisht çfarë, ka pas edhe lejimin e drejtësisë që të funksionojë, që të përpushen gjithë ato angazhimet që kanë bëjnë me reformën e drejtësisë, dhe këtu ishte rasti për ta materializuar në sensin e asaj që një niveli më i lartë i qeverisjes përkundër një akuzë apo dyshuar për një vepër penale që lidhet me shkeljen e barazisë tendra për 2 nga rastet e përmendura, duhet një vullnet politik çfarë që t'i hapë rrugë procesit rregull, dhe përballë gjithë këtyre faktorëve dhe presionet, mendoj që do kemi edhe vendimarrjen që do jetë. Po mendoj që Partia Socialiste dhe qeverisja do ta menaxhojë vetë me shumë kujdes këtë situatë, sepse varësisht nga fakti se si do të merret vendimi, atë do të kemi edhe efektet shoqëruese. Mund të jetë një skenar refuzimi, nuk kemi reagton për shkak forcës kartone, dhe aty do kemi një reagim faktorit ndërkombëtar, qoftë BE-s, qoftë SHBA-s, po dhe ndezjen e luftës politike të brendshme ku opozita ka deklaruar që protestat nuk do të kenë të sosur, madje kjo radhës do të jetë me datën 28 shkurt, dhe përballë gjithë këtyre presioneve mendoj që edhe qasja e qeverisjes do të jetë disi më
më e maturuar, por në rast se do ta pranoj, atë kemi parasysh do të kemi një përmbushje të verdiktit të organit të akuzës dhe gjithë atyre kërkesave të këtij organi për sa i përket akuzat të ngritura në mënyrë që të shoqërohet me zbatimin e masës sigurisë, varësisht nga fakti se si do të jetë ajo, sepse nuk është të thënë që të jetë më ekstremja, mund të jetë edhe në format e tjera të ekzekutimit kësaj masë sigurie dhe kjo do të jetë objekt i shqyrtimeve apo i vendimeve të mëpasme. Dhe mendoj që rasti në vetvete është pika më kulmore e debatit publik dhe politik përballë një presioni ndërkombëtar, po edhe presionit brendshëm, si shprehje konkrete e luftës së ashpër politike që është brenda nesh, por që e lidhur kjo edhe me ato deklarimin e gjitha palëve për mbështetjen e reformës në drejtësi, për funksionimin e organeve të pavarura të drejtësisë, dhe kuptohet që politika këtu është ekspozuar në rrisjet e ballafaqimit, qoftë majtas dhe djathtas, dhe mendoj që vendimarrja e tyre e përbashkët do të jetë e tillë saqë do të shprehë në një farë mënyre si do të shkojë ardhmja edhe e sistemit. Është një test që i bëhet atyre në raport me angazhime konkrete të procesit integrues, po edhe me gjithë thelbin e reformës së drejtësisë, me shkakun për cilën kjo reformë u nisë dhe nisë. E shërzoj lezi nga ana tjetër, ndryshimet në kodin e procedurës penale mund të kufizojnë ndërkaq dhe masën e pezullimit për zyrtarët e lartë. Mendoni se tashmë po ndërtohet një buroj ligjor, do ta quaja, për të gjithë elitën politike dhe a do të kishim këto ndryshime në kodin e procedurës penale nëse nuk do të ishte rasti i zonjës Balluku? Shikoj, ndërro, kjo do të panë me shumë kujdes në kuptimin është një reagim i natyrshëm, sepse në vështrimin e ekzekutivit kjo shihet si një përpjekje për të përthyr balancat e pushtetit. Një pushtet ndërhyn në pushtetin tjetër, është koncepti i parimit check and balance, nëse ka fuqi një pushtet që pezulloj ushtrimin e funksioneve kushtetuese të pushtetit tjetër. Dhe kjo është çështje debati publik dhe konstitucional, dhe varësisht nga fakti si shifet në këndvështrimin e qeverisjes, kjo është parë si një tentativë e një organi tjetër për të ndërhyrë në funksionet e një organi tjetër kushtetuese, dhe pikërisht për këtë ka dalë me iniciativën apo idenë e ndryshimit të kodit procedurës penale për sa i përket me kufizimin e të drejtës këtij organi tjetër, në rastin konkret PAK, për të ndërhyrë në vendimarrjen e saj me kërkesat për pezullim, masë sigurimi kërkesë për pezullim në ushtrimin e funksioneve për titullarët e lartë. Dhe kjo është një çështje e cila ha debat dhe mund të jetë objekti edhe i kundërshtive apo i analiza të ndryshme edhe kushtetuese, por edhe vendimarrje që mund të marrin ata apo opinionet të institucioneve të drejtësisë që monitorojnë vendimon si Komisioni i Venecijës, nuk është se e ndarë me mënyrë të prerë, por që mazhanca me të drejtën e saj kërkon që të gjejë një mbrojtje në mënyrë që ta ushtrojë të drejtën e vet, po themi kushtetuese të administrimit e të ekzekutimit, larg kujt e larg këtyre ndërhyrjeve. Ndërkohë që në këndvështrimin e opozitës kjo shihet si një përpjekje për të gjetë mbrojtje dhe për të arritur shkallën e nivelin e imunitetit të po themi të ministrave dhe qeverisjes përmes këtyre mekanizmave, dhe mund ta përdore këtë si mekanizëm, dhe edhe numrat edhe mund t'i ketë, sepse duhet një shumicë e cilësuar për bërë ndryshimet kod po themi të karakterit ligjeve të posaçme, sepse kodi i procedurës, ligjet materiale dhe ato procedurale kërkojnë një shumicë të cilësuar, dhe mendoj që pozita i ka këto dhe mund të arrijë një gjë të tillë, por varet nga fakti se si do të jetë reagimi i faktorit ndërkombëtar, qoftë i Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës, e gjithë struktura monitoruese, po ashtu edhe SBA-s, se si do të shohin ato, sepse Shqipëria është e angazhuar fort që të mbështetë reformën e drejtësisë, dhe këtë është bërë si një nga agjendat kryesore dhe siç e tham edhe testi për procesin integrues, dhe përballë këtyre presione do të shihet se sa do të mund ta kaloj këtë në kuptimin e saj që do të miratohet një ligj i cili kufizon të drejtën një organi tjetër për të ndërhyrë në fuqinë e vet për të pezulluar veprimtarinë e një pushteti tjetër. Është parimet e lashta të check and balance apo i pavarësisë të pushteteve,
Dhe këto kështu do pash, një problem sa politik, sa dhe juridike. Dhe parë në këndvështrimin e gjithë këtyre qasive, mendoj që gjithçka do vihet në balancë edhe përballë këtij vullnetit shumicës për të bërë ndryshimet që i ka, por dhe presionit faktorit ndërkombëtar, si kundër edhe një çështje opinionit Komisionit Venecës, sepse edhe gjykata kushtetuese palët mund ta kundërshtojnë, mund ta kundërshtojnë nëse do kemi një vullnet shumicës për të miratu, palët mund ta kundërshtojnë për ta quar në gjykatë kushtetuese si diçka antikushtetuese, po si kundër Partia Socialiste e qeverisja mund të përfitojë edhe kohë përmes kujt, përmes qoftë procedurës së ndjekur, vonesave, si kundër edhe zvarritjeve që i bën duke adresuar çështjen për zgjidhje apo për opinion në Komisionin e Venecës e tjerë. Tanë mund të përdoren shumë mekanizma në funksion të asaj vendimare që lidhet edhe me strategjinë politike të saj. E qartë. Mirë, zoti Lezi Ndërkaq, sa i përket protestës organizuar nga ana e Partisë Demokratike, është thirrur një tjetër tubim në Tiranë nga ana e demokratëve, ndërkohë që herën e kaluar patëm një protestë shoqëruar me molotov, fishek zjarre dhe përplasje me policinë. Mendoni se tashmë po hyn opozita në një cikël përshkallëzimi të qëllimshëm të gjithë këtyre tensioneve politike që po organizohen dhe ndërkaq Shqipëria ndodhet në një moment të ndjeshëm në raport me integrimin evropian, por edhe klimën e brendshme politike. A e dëmtojnë këto përplasje nga ana tjetër imazhin e vendit në sytë e partnerëve ndërkombëtar? I nderuar, siç kjo lidhet edhe me ato pyetjet e mëparshme, don kjo klima politike e cëruar që është sot, me fjalë me protesta, me ato që opozita e ka quajtur si kryengritje paqësore, lidhet pikërisht është me adresimin e këtyre shqetësimeve dhe kauzave të saj për sa i përket korrupsionit, krimit të organizuar, sistemit drejtësisë e kështu me radhë, mbrojtjen që i bëhet nivele më të larta dhe përballë këtyre lloj përpjekjeve apo skenarëve dhe strategjisë që ka zgjedhur opozita ka qenë e shurrur për shkak të forcave të kartonit që ka dhe çdo nisëm apo debati politik që është shoqëruar në aulat e parlamentit nuk ka funksionuar dhe pikërisht për këtë opozita i është drejtuar shesheve, i është drejtuar popullit opozitar dhe qytetarëve në mënyrë që në kauzat e saj të gjejnë mbështetje bashkëqytetare dhe i ohon dhe mendoj që në një farë mënyrë edhe ja arrit kësaj sepse kemi parasysh ato protestat të cilet kanë ndodhur një pas njëshme, brenda këtij muaji ishin dy të tilla, secila më emocionale se sa tjetra që lidheshin edhe me simbolikat e caktuara të ditëve si ajo rrëzimit simbolet komunizmit apo autoritetit pushtetit që në këndvështrimin e opozitës janë aktuale sot ku përballë atyre abuzimeve apo cenimit drejtave të lirisë themelore të njerëzit, shtetit ligjor, demokracisë, dinjitetit, opozita i ka bërë si veta këto kauza dhe ka apelu për një protestë apo një protestë mbar popullore e cila është shoqëruar për hir të vërtetës edhe me këto po themi incidente që lidheshin me përdorimin jo në mënyrë proporcionale të reagimit qytetar ndaj tyre nga ana policisë, qoftë me ato gazin lotësjellës, me atë bomblat molotov, këto të tjera, të cilat nuk jam shumë i sigurt apo nëse lejohet apo autorizohet përdorimi i tyre referuar protokolleve të përdorimit, dhe por protestat kanë qenë të tilla saqë kanë zgjuar dhe kanë gjetur jehon edhe në mediat ndërkombëtare, po edhe në qendrimet që kanë marrë institucionet qoftë Bashkimit Evropian, po edhe ato qoftë edhe vetë deklarata dhe qëllimet e SBA-s dhe kjo protestat janë pjesë e strategjisë e luftës politike të opozitës që gjithë këto kauzat të cilët përmenden të gjeni mbështetje sa më të gjerë dhe opozita e bën për këtë dhe për të fituar një legjitimitet për katën morale të akuzat të ngritura, për të garantuar një mbështetje të madhe dhe në mënyrë që përballë këtij presionit të brendshëm, alternuar kjo edhe me presionin ndërkombëtar, opozita të tërhiqet, por mendoj që asgjë nuk është e rastësishme, është pjesë e një strategjie të mirë menduar që bëjnë partitë politike në rastin konkret edhe opozita që çështjet të caktuara që shqetësojnë atë apo kauzat e ngritura të jenë pjesë e negociatave, diskutimit për arritjen e marrëveshjeve edhe për reforma të tjera. Dhe kësaj do pa dhe lufta politike nuk është thjesht
vetëm një që lidhet me një kazë saktuar, por është më e gjerë se sa kaq dhe pikërisht duke mos e pas fuqinë e kartonit dhe numrat, opozita shfrytëzon edhe format e tjera të protestet, ku ato janë të shumta, marrin emërtime apo nominon si kryengritjet paqësore apo protesta radikale apo mosbindje civile dhe dimensionet e cilës shfaqen ato pamjet filmike të cilet ne i kemi parë, me të plagosur, me të lënduar, me gazin lot sjellës që edhe e kështu me radhë. Ka pas një reagim dhe kundër reagim këndvështrimin e palëve jo proporcional në raport me ligjin, po edhe me ushtrimin e drejtës kushtetuese të protestuesve për të protestuar. Qartë, mirë, zoti Lezi Ndërkaq, kalojmë tek gjeopolitika. Lufta 12 ditore me Izraelin e ka dobësuar dëshmi Iranin ashtu si dim, por ai ende ka fushin për të dëmtuar ndërkaq interesat amerikane dhe ato izraelite në të gjithë rajonin. Mund të synojë sigurisht anijet amerikane në Gjirin Persik, bazat ushtarake dhe të kodas përsëri Tel Avivin. Zoti Lezi, mendoni se kjo tashmë është vërtet dora e fundit e diplomacisë apo ndoshta është një fazë taktike përpara një goditje, sepse të mos harrojmë që kemi sërish një tryez bisedimesh të organizuar në Zhnev? Nderuar, donë marrëdhëniet dhe marrëdhëniet midis Shabaz dhe Iranit gjithmonë janë shoqëruar dhe me diskutime, me negociata, takime diplomatike dhe është një mesme asaj që bën është më tepër lidhur me kontekstin e zhvillimit më të fundit. Kemi parasysh një afrimin e luftanijeve amerikane në brigjet e lindjes mesme, qoftë edhe ato të ku i kanë bazat e saj kryesore, qoftë në Katar, në Irak, në Oman e kështu me radhë, dhe që tregon një vëmendje shtuar të SBA-s, shoqëruar ky presion, po themi, kësaj prezencë ushtarake me atë diplomatike të cilët negociata zhvillohet në një vend neutral si është Gjeneva, dhe kemi parasysh që gjithmonë këto janë shoqëruar, donë SBA ka rrit forcën e presionit saj në tryezën e bisedimit përmes sinjaleve ushtarake dhe përmes saj presionit shtuar, e cila për hir të vërtetës nuk ka shkursyr në goditjet e saj. Kemi parasysh atë që përmendet në lufta 12 ditore, e cila u shoqëruar me pasoja në ndërshtimin e efekteve që pat ajo për parandalimin e konfliktit midis Iranit dhe Izraelit, por edhe për reduktimin e arsenalit bërthamor të Iranit. Dhe kjo është, po themi, një strategji e mirë menduar e SBA-s për dhënë edhe mesazhe force për ta imponuar tryezën e bisedimit për kushtet që ai kërkon, por nga ana tjetër nuk e di nëse është rasti për Iranin që të da përballë të këtij presioni përpara asaj që ka përjetuar në tryezën e bisedimit të dalë i poshtruar, por do të vijnë të vlerësohet në analizën e gjithë situatës asaj që palët kërkojnë, ku secili të dalë i fituar. Po mendoj që presioni amerikan duke qenë i madh dhe kjo prezenca e saj në këto qoftë në ngushticën e Hormuzit, po edhe në gjithë bazat e saj ushtarake të lindjes mesme në Irak, në Katar, në Oman, Bahrein, e kështu me radhë, kuptohet janë shqetësuese, sepse në çdo kohë ato mund të godasin, dhe një gjë të tillë Amerika e ka treguar, por Irani nga ana vet ka treguar, ka deklaruar që pavarësisht faktit dhe këtij presioni, reagimi i saj do të jetë i minjëhershëm dhe kuptohet efektet do të jenë reale. Kemi parasysh do janë reale sepse boshti i rezistencës pavarësisht goditjes që mori Irani, ai ekziston dhe mund të reaktivizohet në çdo kas duke përshkallëzuar këtë konflikt edhe në gjithë rajonin e lindjes mesme, qoftë në milicia shiite në Irak, apo në Siri, apo Hezbollahut në Liban, dhe Houthit në Yemen, e kështu me radhë, dhe si i tillë përfaqësuesit e palës iranian ka thënë që lufta do të jetë reale, nuk do jetë thjesht vetëm një përplasje midis Iranit edhe SBA-s apo kuptohet Izraelit. E qartë. Zoti Lezi Ndërkaq, ekspertët paralajmërojnë se opsioni ushtarak është jashtëzakonisht i kushtueshëm për të dyja palët. Mendoni se e ka realisht SBA-ja luksin politik, por edhe atë ekonomik për një luftë të re? E ndruar në këndvështrimin e generalëve të luftës së SBA-s, gjithë në historinë e gjithë luftave që janë bërë, qoftë nga Afganistan, në Kore,
në Irak. E kështu me radhë ndërhyrja ushtarake e SBA-s, po themi toksore, ashtu që ka qenë një katastrofë për hir vërtet, pavarësisht rezultateve fillestare pa ata afatshkurtra. E parë në këndvështrimin afatgjat ka qenë një humbje në aspektin politik, në aspektin ekonomik, në aspektin ushtarak, shoqëror kemi numër të vërash me dëm ekonomik, kemi parasysh efektet e një ndërhyrje ushtarake janë me miliarda euro në ditë, sepse do mash një arsenal i madh infrastrukturë ushtarake që dëmajt dhe kuptohet makineria e luftës kanë shumë kosto dhe e parë në këndvështrimin e Shtëpisë Bardhë atë që ka deklaruar presidenti Trump që kjo unë nuk do presidenti i paqes dhe i luftës, nuk besoj që ai do të shkojë, do të ketë një strategji, po themi ushtarake për të sulmu, por mund të jetë kirurgjikale, siç ato u bën për gjatë luftës 12 ditore, apo goditjes Hammer Night, që ishte që kishim mes natësh, ku çfarë reduktoi arsenalin për ta marrë të Iranit, dhe kësaj mund të jetë strategjia dhe jo një strategji ushtarake përplasjes frontale midis tyre, sepse në vetë historia ka treguar që ishte një dështim, në historikun e gjithë luftimet të bëra, por mund të jenë fitore afatshkurtër, por në termat afatgjat kjo do ishte gabim i madh dhe nuk besoj që Shtëpia e Bardhë dhe presidenti, departamenti i shtetit, ai mbrojtjes, CIA dhe gjithë strukturat dhe institucionet do ta këshillojnë presidentin e SBA-s për të hyrë në një konflikt, sepse hyrja në një konflikt do të ketë efekte jo vetëm politike siç ju përmendet, efekte në kuptimin e saj që për presioni i publikut amerikan vendas po edhe ndërkombëtar mund të jetë i tillë saqë është kundër luftës, por edhe nga ana ekonomike kemi parasysh për rëndësinë strategjike dhe gjeostrategjike që ka Irani dhe ngushtica e Hormuzit, përmes cilës kalojnë 20-30% e gjithë furnizimet naftës dhe gazit, dhe një situatë konfliktit do të merret të shoqërohesh edhe me një vendim të Iranit për ta mbyll atë dhe efekti do të jetë katastrofal në kuptimin e rritjes çmimeve, e rritjes e inflacionit. Do të prodhonte kjo zoti Elezi një krizë energjetike nëse do të mbylleshin këto korridore, pra bëhet fjalë për ngushticën e Hormuzit dhe korridorin Bab el Mandeb. Patjetër nderuar, sepse në rast se do të aktivizonte edhe ai që thatë ju i vuthit në mend, të cilët kontrollojnë edhe ngushticën e Bab el Mandeb dhe daljen detin e Kuq, përmes cilës kalojnë gjithë furnizimet e gazit dhe naftës në pjesën e Afrikës, po ashtu edhe në Evropë, efektet do të jenë të mëdha. Kemi parasysh që ngushtica Bab el Mandeb dhe ngushtica e Hormuzit, po themi në gjuhën metaforike janë dy nga ngushticat që kanë bërë me fytyn e botës, në kuptimin e asaj që bota merr frymë dhe mbijeton për shkak të rëndësisë dhe peshës madhe strategjike që kanë furnizimin e këtyre rezerva energjetike. Kemi parasysh pozicioni shtetit strategjik i këtyre dy pikave dhe këta e menaxhon, po themi në mënyrë relativisht absolute e menaxhon regjimi Ayatollah, regjimi i Iranit përmes gardës së saj dhe gjithë infrastrukturës së ngritura në gjithë boshtin e rezistencës dhe kuptohet efektet, po themi, e një lufte të gjatë, jo thjesht vetëm një lufte afatshkurtër ku ndikimi do të jetë i tej lart në ekonominë globale, do të jetë katastrofal. Do të jetë katastrofal dhe do të jetë një ndikim për ekonominë globale, po edhe atë të ekonomisë reale të shoqërisë, qoftë në Evropë dhe në SBA, në Afrikë, kështu me radhë, do të rriste shkallën e ndërgjegjësimit të këtyre shtetet dhe popull kundër luftës. Dhe mendoj do pa në balans dhe do vinë gjithë këto interesa, dëshira e SBA-s për të parandaluar Iranin në programin e vet bërthamor pasurimit apo për t'i vënë presion për të përmbush kushtet e marrëveshjes së saj në tryezën e bisedimeve, do të parë në aftësinë rraguesit të Iranit, i cili ka deklaruar që ne jemi të gatshëm për negociata, për të ullë për diskutuar, por që nuk janë tërheq dhe për balë këtij presione dhe kanë treguar dhe aftësinë e saj rraguese, do të thotë që në mbrojtje të integritetit, sovranitetit, po dhe
interesave kombëtare të tyre, kuptohet reagimi do të jetë, po themi, proporcional brenda mundësive që i ka, sepse sot i ka këto kapacitetet dhe fuqi, ka dimensionin demografik rreth 80-90 milion banor, ka sipërfaqe, ka thellësi strategjike, ka infrastrukturën e saj ushtarake, kemi parasysh nivelin e shumt dhe të armëve balistike, raketave, ashtu edhe arsenalin tjetër të forcave toksore dhe ka dhe një lloj po themi një forci një forci strukturash të tjera që e ngritën mbi kultin e ajatollaut dhe mbi konsiderata ideologjike dhe shumë e vështirë për ta zhbërë si shtet, se koha e ka treguar historia e këtij shteti që përballë furtunave të luftave dhe presioneve që ka pësu nuk është zhbërë. Dhe mendoj që Irani do të mbijetojë dhe do të ditë të gjeni, po themi, kompromisin përballë presionit ndërkombëtar. Po kemi parasysh që Irani nuk është vetëm këtë betejë, është Kina e cila e shef si zonë etike për kanalet e saj të furnizimit me energji dhe gaz, po ashtu edhe ka një aleancë strategjike edhe me Rusinë, dhe një humbje në këtë betejë e Iranit përballë perëndimit dhe për SBA-n do të jemi edhe një ulje imazhi dhe një po themi edhe për këto vende, në humbi. Në fakt, zoti Lezi, sa i përket Rusisë, raportohet nga media prestigjioze se ka një marrëveshje të fshehtë raketore mes Iranit dhe Rusisë. Mendoni sa reale shihni këtë dhe nga ana tjetër nëse kjo është e sigurt, mendoni se do të shndrohet në një krizë ose në një përplasje më të gjerë gjeopolitike mes këtyre bllokeve? Absolutisht e nderuar, rasti përpos i Ukrainës, e cila më tepër është involvuar Rusia përballë perëndimit, po pas saj janë edhe Kina dhe të gjitha ato të tjera. Të rasti i Iranit është shembull tipik i përplasjes gjeopolitike midis interesave të fuqive të mëdha. Kemi parasysh perëndimin dhe SBA-s e ndarë këtu me Rusinë dhe Kinën. Po më tepër mbështetësa është Kina që lidhet pikërisht me atë që thamë, me sigurinë e saj energjetike, asaj që Irani i afron asaj. Se imagjino, po të referohemi gjeopolitikës hartës, në zonë kufitare me Iranin, në perëndim, në lindje është Afganistani dhe aty përmes saj kalohet edhe është komunikimi edhe me Kinën. Dhe në rast se do të ju mbas ndikimi i Kinës në këtë zonë, kemi parasysh do të ngelet të zbulua vetëm me pjesën, do të kemi varësinë e saj nga veriu nga Rusia, dhe kuptohet edhe gjithmonë e ekspozuar dhe në rrisjet e saj të përplasjes mundshme në jug. Dhe kemi parasysh konfliktin me ishujt e Kinës jugore, po edhe me ato të vendet e tjera, qoftë me Japoninë, me Korenë e Jugut, po ashtu edhe me Indinë, dhe në tillë Kina e shef me shumë interes të madh dhe gjeostrategjik mbështetjen që do t'i japë Iranit dhe nuk i intereson rënia e një regjimi të Iranit për këtë e mbështet. Po kështu edhe me Rusinë. Me Rusinë ka një aleancë gjeostrategjike që daton në vite, po që është përditësuar, kemi parasysh edhe kontekstin e zhvillimit të luftës qoftë në Ukrainë, por edhe ato të mëparshme, ku gjithmonë kjo zonë ka qenë pjesë e ndikimit të zonës influencës ruse, parë në kryqëzimin e marrëveshjeve të herpaseshme, qoftë kuadre pa ato të veçanta në fushën e bashkëpunimit ushtarak, fushën e këtyre raketore të energjisë bërthamore, të inteligjencës, të infrastrukturës. Edhe sikundër edhe kuptohet edhe Irani ka furnizuar me sistemin e vetë raketor Rusinë në konfliktin me Ukrainën, dhe nga ana tjetër edhe Rusia ka investimet e veta në arsenalin bërthamor në pjesë caktuar të Iranit, në pjesën afër ndetit afër po themi në pellgun e Gjirit Hormuzit, dhe si tillë kuptohet në konfliktin që ndodhi nuk doli ishte shumë i kontrolluar, po themi, konflikti me Iranin, që nuk u cënuan interesat të rusë në investimet aty, dhe kuptohet gjithçka do të jetë në pjesë e diskutimeve dhe nuk mund na shkalohet absolutisht as Rusia, aq më tepër edhe Kina në këtë konflikt dhe në marrëveshjet që diskutohen, sepse çdo lloj marrëveshje që cënon interesat e këtyre palëve absolutisht nuk të jep të një zgjidhje konfliktit, ta lindë të hapur atë të fjetur, i cili mund të reaktivizohet në çdo kohë varësisht nga si shkojnë dinamika dhe përplasje gjeostrategjike mes këtyre fuqive edhe në rajonet caktuara, dhe absolutisht nuk e kanë
shansin edhe po themi këtë fuqitë e mëdha që të shënohen interesat e tyre në zona jetike, sepse Irani në këtë vështrimin e të dyve, qoftë Rusisë por edhe të Kinës, jepet një zonë jetike për mbijetesën e tyre, për atë sigurinë energjetike të furnizimit, por edhe një diçka geostrategjike, sepse është një aleancë mes tyre i bazuar në jo vetëm në interesa, por edhe në qasje ideologjike. Sikundër është edhe një ballavaçim midis bllokeve. Irani, siç e dim, ne është pjesë e kujt e BRICS, do thotë i shteteve të jugut përballë perëndimit, është po themi kanë krijuar unionin e shteteve të tyre të përbashkëta dhe kanë edhe dytërime që lidhen pikërisht nga këto angazhime dhe s'mund ta lanë njëri tjetrin të braktisur përballë sfidave çështjeve të sigurisë. Qartë. Zoti Lezi, nga ana tjetër për ta mbyllur, mendoni se ka ende Irani kapacitetet reale, do të thoya, për të goditur interesat amerikane dhe izraelite, dhe nga ana tjetër bëhet fjalë dhe thuhet se strukturat e sigurisë iraniane kanë plane për një pasardhës edhe në rast të eliminimit të liderit suprem. Mendoni se kjo do ta dobësonte vërtet regjimin e një goditje ndaj udhëheqjes apo do ta forconte atë? Ndërkohë, koha ka treguar dhe luftrat dhe përjetimit që ka pësuar sfundi i Iranit, qoftë në protestat e brendshme të cilët janë inspiruar këtë vështrimin e regjimit të Ajatollahut nga perëndimi, nga Izraeli, i cili i ka menaxhuar këtë situatë pavarësisht kostave dhe numrit të madh të vrarëve dhe e shfrytëzojnë të gjithë këtë pakënaqësi popullore të brendshme pikërisht për të mundsuar ndryshimin e regjimit. Po kemi parasysh që regjimi i Iranit është mbështetur me disa shtylla, dhe të tjera regjimi Ajatollah mbi baza ideologjike fetare, një sistem, po themi, pikë të bazë religjioze, sikundër edhe Garda Republikane e cila është garantuese po themi e këtij mbajtjes së këtij sistemi dhe po themi që çdo gjë menaxhohet dhe kalon përmes Gardës së Republikës, e cila menaxhon aspektet ekonomike, politike, ndikimin e madh juridik, sikundër edhe ato ushtarake, dhe asgjë nuk mund të kalohet pa jashtë kontrollit dhe varësia e kësaj Garde Republike është nga Ajatollahu, por Ajatollahu në kushtet e po themi kësaj situate e ka delegu autoritetin e vet përmes edhe gjeneralëve të shumtë dhe kemi parasysh qëndrimet dhe artikulimet që i bëjnë generalet që është fjala e Ajatollahut, përmes tyre tregojnë që shanset për rrëzimin e tij, pavarësisht faktit që ai edhe mund të eliminohet, por që pasardhësi do të garantohet për të thënë që vimësia pushtetit do të jetë. Për të thënë që regjimi i ngritur, një regjim i cili për kaq dekadash ka funksionuar dhe është bërë një aktor i rëndësishëm atje, ka shumë vështirë që të zhbohet me një goditje. Ai mund të dobësohet, por që ka fuqi rraguese dhe fuqia rraguese e saj është përmes kujt infrastrukturës që ka ushtarake, përmes elementeve të fortë të shtetit, një shtet i ngritur me këto shtylla, po ashtu edhe aspektit gjeografik, siç tham, ka thellësi strategjike dhe relievi i tij e favorizon për një konflikt të hapur dhe të gjatë, po sikundër ekonomia e mbështetur mbi baza edhe të pasurive të mëdha të naftës, të gazit, të cilit i garantojnë burimet mjaftueshme për mbijetesën e tij dhe vazhdimsinë e regjimit, po sikundër edhe gjithë infrastruktura e arsenalit të armëve që ka, qoftë flotës detare, atësaj toksore në numër të madh, po ashtu edhe sistemi balistik të raketave, të cilët po theme Irani ka avantazhin e vet, sikundër edhe pozicionin e saj gjeostrategjik që kontrollon dhe ka kyçin e po themi kanalit të Hormuzit, përmes cilës ndikon dhe përdor si mjet presioni për çdo lloj tentative apo kërcënimi. Dhe gjitha këto janë avantazhe dhe tregojnë në një mënyrë dhe forcën rraguese të Iranit për përballë çdo lloj sulmi, qoftë frontal, por edhe për forcën e saj ndikuese në rajon. Kemi parasysh që ndikimin që ka për reaktivizimin e milicisë shiite në Irak, duke në rast se do të kemi një konflikt, atëherë kjo milici shiite në Irak do të reaktivizohet, po ashtu në Siri, po ashtu në Houthit në Yemen, goditjen e bazave apo interesa amerikane në gjithë këto baza në Bahrein, në Katar, në Irak, në një farë mënyrë çfarë do të ketë një farë edhe reagimin e këtyre shtetet të cilët çfarë i mbajnë këto baza dhe si tillë konflikti do të përshkallëzohet dhe do jetë një konflikt rajonal. Kemi parasysh më pas
dhe përfshirjen e edhe shtetet tjera, cilët lidhin interesat me zonën e lindjes mesme, Turqisë, Arabisë Saudite, Emirateve, Katarit, Izraelit, apo reaktivizimi e Hezbollahve në veri të Izraelit në fëmijë, duke marrë konfliktin të gjatë dhe duke bërë konfliktin real. Nuk është thjesht vetëm një konflikt midis dy shteteve apo dy ishte bazë dhe Izraelit dhe Iranit, por ka lënë përtej saj dhe pikërisht nisëm nga këto në analizën që i bën gjeostrategjistët, po edhe veç Pia Bardh dhe gjithë to generalet kanë parasysh efektet e një ballafaqimi dhe një konflikti i cili përtej shkon në gjithë gjeografinë. Nuk është thjesht vetëm i kufizuar